Humori britanik në formën e tij më të rafinuar. Një britanik mund të udhëheqë palestinezët drejt shtetësisë së tyre vetëm pak pasi Londra e njohu shtetin e tyre. Ish-kryeministri Tony Blair ka dalë si kandidati kryesor për të zbatuar planin e armëpushimit të Shtëpisë së Bardhë për Gazën dhe për të udhëhequr autoritetin tranzitor pas luftës. Ironia bëhet edhe më e thellë, teksa Donald Trumpi mbylli syt para sulmeve izraelite në Doha ndaj negociatorëve të Hamasit që po shqyrtonin propozimin e tij për armëpushim. E më pas, i mohoi presidentit autoritetit palestinez, Mahmoud Abbas, një vizitë për të marrë pjesë në njohjen e Palestinës si shtet në Kombet e Bashkuara në New York, shkruan Joe Macaron, studiues dhe analisti i marrëdhënieve ndërkombëtare. Kjo nuk është thjesht një shpërfillje e aspiratave palestineze, por një mohim i të drejtës së tyre për përfaqësim në vendimmarrje për të ardhmen. Blair, përmes institutit të tij, nuk është më vetëm një këshilltar i liderëve botror. Ai po pozicionohet të udhëheqë një rend të ri amerikan-izraelit pas luftës në Gaza. Natyrën surreale të procesit e nxori në pah edhe arrestimi nga shërbimet e sigurisë së autoritetit palestinez të biznesmenit Samir Khalila, më 10 shtator, një figurë që ishte hedhur si kandidat i mbështetur nga SHBA-ja për shërbyer si guvernator tranzitor i Gazës.